Medit dhe natyrisht përmes policisë shtetit, Ministria e Arsimit, Qeveria, u vunë në shënjestër të gjithë farloj spekulimesh, akuzash, sajesash dhe fabrikimesh, të cilat zgjatën jo pak dhe torturuan jo pak familjarët, por edhe gjithë opinionin publik. Unë nuk e kam harruar, siç e kanë harruar të gjithë ata që e përdorën, keq përdorën, abuzuan deri në fund atë tragjedi, sepse e kujtoj për ditë, duke ndjekur pikërisht këtë projekt, që është përgjigja ime dhe përgjigja jonë ndaj asaj tragjedie. Një shtet nuk matet dot me çdo gjë që ndodh, sepse edhe në shtetet më të zhvilluara, me traditat më të konsoliduara institucionale, me sistemet më të sofistikuar administrative, me historitë më të gjata të formimit kulturës shtetërore, ka raste që ndodhin gjërat cilat trondisin mbar opinionin publik. Por një shtet ama matet me se si reagon ndaj çdo gjëje që ndodh. Dhe reagimi ynë në këtë rast është një reagim sistemik, i cili edhe në nderim të kujtimit të një viktime të pafajshme dhe të panevojshme, do të mundsoj që shumë fëmijë, të cilët mund të jenë potencialisht një ditë të rrezikuar, të mos kenë asnjë pasojë, pikërisht sepse ky reagim sistemik do të lëri pas një mekanizëm të sofistikuar, teknologjik, që do të harmonizojë të gjithë përpjekjen e njerëzve, të institucioneve, me aftësitë e pakonkurrueshme të inteligjencës artificiale, dhe kësaj do të mundsojë që parandalimi të ngrihet në një nivel tjetër. Sot ne kemi nisur pikërisht me zemrën e projektit, që është siguria në shkolla. Me 20 shkolla të parat, që janë përzgjedhur për nga dënësia e numrit të nxënësve, për nga dënësia e popullsisë përreth, për nga intensiteti i veprimtarive rreth e rrotull, dhe patjetër edhe për nga domosdoshmëria që duke testuar modelin pikërisht në këto 20 shkolla, ne të nxjerrim të gjitha konkluzionet e nevojshme për të vazhduar me fazat e tjera. Besoj që sot të gjithë prindrit që kanë fëmijët në shkolla duhet të ndjehen mirë, duhet ndjehen të lehtësuar për faktin që qeveria, ndryshe nga si përshkruhet në të përditshmen e jetës kanaleve sociale dhe në të përditshmen e jetës pa një minutë gjumë të algoritmit, është një trup e cila
thot atë që bën dhe bën atë që thot. Natyrisht, çdo gjë kërkon kohën e vet. Ministri foli edhe për pengesat që ka pasur projekti. Nuk ka projekt që të mos ndesh pengesa, qoftë parashikueshme, qoftë pa parashikueshme. Por sot jemi në një moment kur projekti merr jetë dhe tani nuk ndalet më me shtrirjen e tij në të gjithë territorin. Duke shënuar një fazë të re historike të përpjekjes shtetit për të ngritur në një nivel tjetër menaxhimin e sigurisë publike dhe duke garantuar kështu që shumë çka që ne e kemi deri më sot ndjekur si problem thjesht dhe vetëm me syt dhe me forcat njerëzore, të ndiqet edhe me mbështetjen e inteligjencës artificiale, jo vetëm në shkolla, po në të gjitha rrugët e vendit, jo vetëm në të gjitha rrugët e vendit, po dhe në komunitete. I gjithë projekti është i ndërtuar në mënyrë që sistemi të informojë në kohë reale për rrezikun. Jo, siç e tha ministrja, thjesht të ruaj një informacion që pastaj duhet marrë duke hapur sistemin e duke nxjerr informacionin kur fakti ka ndodhur. Për të thënë një nga detajet, nëse një fik del nga xhepi në cilin do vend publik, jo vetëm në shkolla, po dhe në rrugë, sistemi jep me njëherë informacion në qendrën e monitorimit. Mund të jetë krejtësisht e parezikshme, po mund të jetë dhe rrezikshme. Nëse një person në kërkim sot është një person që ka shumë mundësi të fshihet gjatë procesit kërkimit, sistemi e bën pothuajse të pamundur që në momentin e reagimit policia të mos di se nga drejtohet. Historia e makinave që kryen akte kriminale dhe pastaj gjenden të djegura në një pozicion disa kilometra nga vendngjarja nuk mund të ndodhi më, për shkak se sistemi e shef makinën përpara se sa makina të ndalet dhe informon se ku gjendet makina. Po kështu historia e dhimbshme, sado që ne kemi përmirësuar procesin, por procesi vazhdon të ketë dhimbjet e veta e ndalimit të automjeteve në rrugë për kontrole që pastaj shoqërohen edhe me shkëmbime indulgjencash mes policit dhe drejtuesit të automjetit, nuk ndodh më për shkak se sistemi informon me njëherë qendrën kur një makinë që nuk ka paguar detyrimet del nga parkimi dhe futet në rrugë. Dhe thot e kem filan vend. Pra, kjo e kombinuar edhe me një element tjetër që tani po punohet për të plotësuar që kamerat e trupit do të jenë të lidhura me qendrën dhe do të jetë krejtësisht e pamundur që me kamerat e trupit të bëhen lodra të tipit isha deri këtu, shkova deri aty, do të bëjë që edhe i problemi tjetër i raportit etik mes punojësit policisë dhe
një qytetari në automjet apo në rrugë të adresohet në mënyrë sistemike. Jo se nuk do të ndodhi më asgjë, se kjo gjë nuk është realizuar askund që të mos ndodhi më asgjë, por niveli i parandalimit do të rritet në mënyrë eksponenciale, niveli i rreziqeve do të ulet në mënyrë eksponenciale dhe zbulueshmëria e shkeljeve do të rritet po ashtu në mënyrë eksponenciale. Në mbyllje dua ta rimar aty ku e nisa. Kemi pasur një vëmendje të shtuar edhe fal angazhimit të punonjësve të sigurisë në shkolla, edhe fal angazhimit të policisë së shtetit, edhe fal angazhimit të drejtuesve të shkollave, edhe fal angazhimit të këshillave të prindërve që për hir të vërtetës nga trupa amorfe dikur janë bërë gjithmonë më të rëndësishme, sepse vëmendja e prindërve është gjithmonë më e shtuar, por ka qenë një punë e stërmundimshme për të mos lejuar, për të parandaluar, për të pamundsuar ngjarje ekstreme. Dhe për fat mirë kemi pasur vetëm një ngjarje tjetër që ka ndodhur dhe ajo jashtë oborit shkollës, por stërmundimi është i atill që rezultatin sidoqoftë nuk e bën plotësisht të kënaqshëm, sado stërmundohesh. Kështu që për më tepër sot, kur jemi në kohën e armikut të fëmijëve, e rrugacit më të rrezikshëm të lagjes, që është algoritmi në xhepat apo në çantat e adoleshentëve apo dhe të fëmijëve, ky sistem do të na japi krah dhe ky sistem do të jetë i fokusuar shumë edhe tek ndërveprimi me prindrit. Ministria e Arsimit do të ndërtojë një protokoll të posaçëm për të informuar prindrit përmes sistemit të tyre të këshillave, ka dhe një këshill përgjithshëm, shoh këtu dhe një nga qytetarët më të angazhuar që unë kam njohur në detyrë dhe që drejton këshillin e prindërve, për t'i mbajtur prindrit të informuar jo në mënyrë specifike për fëmijën e tyre, por për mënyrën se si sistemi po ecën. Dhe për të marrë prej prindërve reagime, apo këshilla, apo kërkesa, për ta përmirësuar, apo për ta rritur edhe më shumë vigjilencën e sistemit. Kjo është shumë e rëndësishme për gjithë, prindrit duhet ndjehen shumë të qetë dhe për këtë duhet të jenë vazhdimisht të informuar. Dua të falenderoj edhe unë të gjithë ata që e mundësuan ardhjen deri këtu të këtij procesi dhe me ndihmën e Zotit dhe fal punës palodhur të atyre që po e bëjnë këtë projekt realitet, shpresojmë që në 12 muajt e ardhshme e gjithë Shqipëria të jetë live në sensin e monitorimit të teritorit në funksion të një menaxhimi super inteligjent të sigurisë publike, të rendit dhe të qetësisë publike dhe për t'i dhënë qytetarëve një armë të jashtëzakonshme që deri sot nuk e kanë pasur, pasi do të punojmë edhe për të ndërthurur ato që dikur ishte komisariati digital me sistemin. Pra, do punojmë që qytetarët të kenë një
inbox të tyre në sistem dhe sistemi të bëj verifikimin në kohë reale të shqetësimeve të tyre, për një parkim të palishëm, për një ndërhyrje të palishme, e të tjerë, sigurisht në akset kryesore, në zona strategjike komunitare dhe kudo ku interesi publik do t'jetë aq i lartë sa ne të vendosim sistemin në shërbim të tij. Shumë faleminderit gjithëve.